A ta myshim që bydin me benzinë, hajde. Jo bydin ajo, se është elektrike. Sot do marrim i qik benzinë, se do ikim me i vend super të bukur. Po gjithmonë, benzinën e dini më të mirë nga ESP-ja. Do filloj unë punë shumë shpejt, unë blok. Kështë që kush dojtë vitë më takoj këtu ke ESP-ja në blok. Quna për shëndetje! Quna për shëndetje! Ajde! Që i di, e? Që i bje? Nduke se kështë i di? Bentley! E bardh! Pa targa, apo me targa? Me dogan pagume. Me dogan pagujtme. Maskarina, krom, si i bi kjo, me gjëmba. Ride with Casey. Për shëndetje. Për shëndetje, Zemarini. Mirë se na erdhe në garajin tonë. Quna për shëndetje. Sot kemi një Bentley Bentiag për shitje. Edhe garë me na vizitu Casey. Casey është shoku jonë, është dhe bashkë kolegu jonë i Big Brother. Edhe shumë shpet do e kemi përgjys garajin. Ta që ju votoni, bëhet Casey me Florin apo Florit vazhdoj vetëm? Një dhe i vetëmi. Po pse ke 2 mikrofona? Kam 2 mikrofona sepse Se do bësh 2 pra? Një e kom të punës. Sot kemi aventur me Casey. Me motor raguj, me gomone, me not mrapsh, me not pash. Po me kuaj, malit. Sot do kene aventurat fantastike. Pa e të reklamoj mirë makinën, se nga le pa punë. Mirë se në erdhe. Mirë se ju gjeta, vazhdojmë ke puna pa... Benzi me më prezentu ki mu, po prezentoj unë këte. E po kjo është e veçanta të vishke garajë jotë. Bentayga, 6 mish V12. Mjetë për ato që i dim vlerën, me dogan pagume, gati për targa. I ka neti se si kena mullu targa, në qunë. E zin djetër, o kamramani Casey. Hajde këtu. Ku e ke mo këtë kamraman, o Casey? Ku t'i shohë këtu vaqare këm qetë këta. Pana nga brënda. E që si lexon bën këtu, a? B, si është? B si Casey. Tapiceri e Pasteraku. Mirë është luxury, por është status i vërtet. Status i vërtet. Bentley. Pronari është gangster, që thot Flori? 3 vene bosh. 3 vene bosh, pasaj vin tjerët. Po kjo gangster më vërtet. Ai është gangster më vërtet. Sa t'ja vëm çmimin? Apo nuk e shet fare? Ja më vllai e kena sa për video. I ke sa për video vlla. Shifni shpejt, ë? Na ndiqni se do të ketë mega aventura. Po kiko çfarë të doja? Shumë aventurat. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam pa bluzë, aboni Allah për nuditetin, po nga qatë bluzë kisha për punë për registre, me ka matë zëmbona pjesët e greqetit. Shire se që apona bëf kjo, shire. Të jemi me Nissan Patrol. M57 motori. Nga tërgu pa për këtë patrolin ta dje. Kjo është M57. Kjo është patroli me i fort. Po. Ka fshim Turbo F10. Ka fshim mali që e kjo. Kjo është me Turbo F10, turbo elektrike të vërës, të seris 5 F10-ës. Është një shkatrim territori. Ja gomone a para, ja dhe Flori të mrapa, bashkë me. Ja dhe gomoni mrapa. Ne e kera qëtësi mrapa. Po s'ka mikrofonë, no vlaj. Ja ku e kemë? Nga tërgo pak për këtë patrolin të ato, të shumë i fort. Kjo është Nissan Patrol. Jo se di unë, po. Kjo është Nissan Patrol, po nuk ka motorin e vetë. Si që tim patroli shiut për pjesën e diferencialeve, një pjesën e Ridodos 2, për gjë tjetër. Një vetë se ka emër patrol. Do vetëm është makina më e fort, po prapë Flori vetëm servizën ma këtë se sa rdele thyrë. Do vetëm Flori ka dalë më i fort se patroli. Jo, po ideja është kjo që varet me çfarë përdor. Po ta përdorim kështu me të rreqë me dorë ujë, me për piknik, nuk thyet kurrë kjo. Ti sa po i bëri dis gjithë çunave të malit. Po Nice, po të shkosh off-road në përbal, ta viu gazin fund, do e thysh plagos, edhe shi shpirt ka ne ke shmeta. Shpirt s'ka po.
Qa modifikime shka ky patrolion të flërë? Ka turbon elektrike F10, ka motor M57 të dyshin. Të BMW-s? Dhe ridotën e ka të Heavy duty? patrolit. Kamjen e ka jo X-Drive dhe është kamjo e BMW-s. Del 6 marshë manual. Ka gomat 37 dhe është kafshimani. Sa ku e ka kjo? I ka 400? Ja, nuk i ka 400, nuk është se e ka matë me thënë drejtën. Por diku ke 350 që duhet jetë? Ja, nuk e mendoj, qik më poshtë. Unë mendoj Sepse qik më poshtë. 350, 400 del ai me 2 turbo. Po kjo është e ngacmuar. Është e ngacmuar. Po që të shkoj diku ke 350 kuaj fuqi, duhet një turbo hibrid. Turbo hibrid i shton shumë më shumë. Shuna kush ka turbo hibrid, kontaktoni mua se Florin ta bëj patrolin më të fortë. Ja se bëj një 700 euro. Po ikëm mirë pa, shime qik më Do vonë. pasaj edhe intercooler, në intercoolit pak dhe me gjetë më mike 800-900 euro. Që që shkoj një qik lek. Po ta shi është verë, së është se në duhet. S'ke po lekje me bo. I kam bo heka. Jo, lekët heka i ka po gomonit, gjëtësi, patrol, discover. Kuaj. Kuaj. Jesë në dhjo dhe kali kërën Big Brother. Se e ka dhje rrugë që? Qona shime kur paka djetar dhe një qeni. Jo përshëndetje. Gjëtësine filluan të në tokë. Ka aventurat në Florin. Ec! Lëshore! Ec! Me qëtës shkonim do të ke SP-ja, erdi SP-ja këtu ke ne. A pra, vetëm SP. 100 oktan që këto. Heci motori raket reaktive. Kujtje? Mos është naftre. Benzine. Benzin. Sa një ka më vërtet. Era SP. Më e mira në treg. Unë kësa i them jet fuel. Edhe ky jet është? Jet. Jet. Hajde. Jo, Jam për këtë sport. le se bojëm nga këne. Jo më vla se na e derdh, okej se na po pisë, jesh bojën. Këture, O vla jon. Pite ta provojmë pra. prit. Emër SP që ana bone. That's like buffering.
policia më liqen. Policia kufitare. Policia kufitare nga unë me Kesi. Çuna. E pa që ja kalova Florida, ngreta me rrot parë. Një me zë motorja me shpejt, normalisht kjo 115 vjeç, kjo gomona kështu, por për të lujt tash me kalu verën. Florë na Sa është knash ne gomonë? mjetet detare që ke. Mjetet detare. A më po tash mjetet ligjënore si themi dot. Mjet detar më në qymi bukur është jet ski-a, për shembull, si duhet, Ky jet është ski. limited edition, është Apex, është i 2023-shit. Edhe momentalisht ka diku 25 orë punë, është i papërdor. Ka full karbon këtë pjesën para. Kurse kjo është një gomone 5 metra 80 me motor 115 Tani një pyetje shkatërkohësh. kam. Se që ndoshta isha unë shumë pilot i zoti se kuptoj, po pse pullëcisnin marmitat e asaj? Sepse i ka Riva Racing, Riva Race. Racing? Racing. Tash isha unë pilot që pullëcisnin ato, më ngrej shumë Riva la. Racing 3 herë, nuk e di shokët. Unë kështu e kam marrë me këto marmita. Edhe është një motor tepër i shpejt, është 300 kuaj fuqi vetë nga fabrika, me ato riva që e kanë ashtu domethënë mund të ketë një shtesë të vogël jo një gjatë modhe. Është mega mjet për liçen, për det, për gjitha. Çuna nuk e shesim se ka ble veç për vete Flori, këtë mos e shikoni kot. Shifni, po doni hajtë u bëj Florin e gjyra, po për Nuk e dihet, nuk e dihet. Nuk e dihet. Flori na Qa trego pak zvagi? mo, si... Unë e di historinë, po ti na trego pak, sepse si nisi kjo Çuna përshëndetje. Çuna përshëndetje ngeli për mas me përmend femrat, nga që unë jam dhe familjar, kam 2 fëmijë të mrekullueshëm. Edhe për këtë arsye, domethënë kam rriti çikat e pjesën e ja kam lënë punës domethënë, edhe e kam Çuna përshëndetje, pa goca. Pa nëse kur hudhim në range ka dhe për goca. Pa mi e kam thonë nejherë Çuna Po mirë, goca. e kam Kamragjiu tash. Kamragjiu është Kamragji. Është tamam Kamragji. Kamragji. Këtu e kishin po e përcolli Flori. Jo ti qut kameraman, ai imi qut Kamragji. Ai është me telefone, ky është me pajisje, ky vjen me pistolet me vete. Që ja bëgë aksion, se le zoti, Sport Plus. Ej, kom ble unë këto daje. A vramo. Tani, a di pse eci më shpejt ai, se harro me tona. Ktheu çikani. I kishte hodhe se po il, pra kishte hodhe qiqen. Benzina qinxhe pra, për ne ishte më shpejt ai. Po normal. Po për këtë s'na solli çik, na sill herën Ja tjetër. ti themi Saidi deres tjetër na mbushi plot dhe gomonen. Çuna. Kjo ishte një ndër Aventurat me Florin, ë? bravo. Dhe me Kesin, po ne kemi shumë, shikoj, diku çështja, unë me Florin na qërrim gjithë ditën bashkë, nuk di mo që pyetje ti bëjmë njëri tjetrin. Se i kena marru gjitha. Mirë se kena dhe i gjatë tjetër të bukur se do bëjmë atë daljen me kuaj. Ah, po. Ku na prisni kam këtë kalin pjesën e arab tretë. dhe kalin frizon. Po prit mos na i tregoj që këture. Tu na Jo, tregoj po për tregoj to emra. kuajt. Okej. Kush ishte ai që na dhieu këtë biku? Ai ishte frizon, ishte Frizon. princi. Atë e kemi sot? Pa, kemi dhe E kemi. frizon, kemi dhe princin. Shkojmë ti të shohim ja? Dhe shkojmë dhe shohim. E çuna, na ndiqni atje. Tani- Dhe goca nëse ka range, a? Tani, jo, s'kam Okej. ti po qa dush. Okej. Tash i kena një orë punë në zjep kënë. Na shifni ke video sa do Tash i bëj. kena për të vujt. Ne mori pesha ato bash në unë jetë të Florin na lak e garazhin e për vete shikurri. Qisa i lumtur është shef Kalin. Këtu tani po bëjmë trajnimin e kalit, kjo është një kal arab. Është i trajnuar pak a shumë, po ka këto tremjet e vogla në për rrugë dhe ne po mundohemi t'i heqim pjesën e tremjes. Këtu jemi me kalorësin më të mirë, është Leandro, profesionist për kuajt, ka punu në Gjermani kudo me kuajt e kapërcimit dhe momentalisht po merret me kuajt e mi. Po i trajnon domethënë Sa që vjeç është ky Kali? ky tani sa ka bo 4 vjeç fiks fare. Kali domethënë deri në moshën 7 vjeç plotësohet me pjesën kockore, që plotësohet komplet. Tani ai është, si themu ty, është si me qenë një fëmijë i vogël. Është adoleshent, jo fëmijë, adoleshent e 4 vjeç. Adoleshent. Është i lastum pak, po ne çfarë bëjmë për e laston vetim duket. Kuajt arab i kanë pak problem këto pjesë të plasmaseve, bidonave dhe ne po e trajnojmë. Po janë pak inteligjentë si kuaj, edhe i kanë frikë këto lëvizjet, gjonat. Kape, kameraman. Edhe për këtë arsye ne po
po mundohemi t'i bëjmë trajnim spesrat. A do shohim në herë Florin oficial në duke bërë gara me kuaj? Patjetër më kam bërë gara dhe kam fitu, kemi fitu 3 gara me Kalor Salandron, si shifet. Kurse unë vetë normalisht nuk kalori dot sepse kam pesh shumë madhe dhe nuk është se jam profesionist për garat. Alandro më merret vesh me kuajt. Kemi edhe frizonin, pastaj frizoni është brenda, është bërë gati. Frizonin. Frizoni është diku ke 5 vjeç. Dhe mos gaboj, ky është ai që ke hyrë në Big Brother? Po, ky është ai që na boni meme më ditë parë. Pa ju akoma. Nëse ti shuhesh për meme, mos harroke. Tani ky është Princi, është frizon, është hamshor, edhe ai po ashtu hamshor është arabi. Ky është 5 vjeç, që si më afro direkt se i kam mësu nga që i kam mësu, ty i dhon karamele. Aha. Edhe janë ca karamele kastile për kuajt edhe afro direkt. Për ty se rruga fare. Zdashka fare me jalin edhe qizire. Kuajt lidhen janë... Nëse thonë që kam një lidhje shpirtërore me fëmija. Qizire, gje. Oj quni babë ishti. Haj se do të nxjerr lali tani ty. Tani, në këto momente, për shembull, ne kemi kuajt tjerë që të marrim dhe ty. Jo. Unë dhe Kalori si kalorim një gjysë ore tani dalim këtej nëpër male. Ty shikojmë pak se si do hypësh ti në kal. Okej. Hajde. Na ndiq. Na ndiq. Sa të ndrohem se do të mu vesh asës. Ja dhe Flori. Kalor si, s'po të them më i ri, po të them ndër kalorës të mirë në treg. Pa ju që njihni Florin vetëm nga TikToku. E shihni se çfarë bo. Sportist, motorist, detar, shku digjon, kalors. Qa ke naj profesion tjetër? Vetëm të mira, vlla. Ofroat, mos të harrojmë, që të gjithë sportet. Quna, ky ishte Flori oficial sot. Ishtë një nga shokët më të mirë që unë kam. Na knaqi sot. I love you. Floro, ishte shumë kënaqësi. Ciao, zemra. Ju quna dhe mi. Se na e fiksoj ky quna për shëndetje. Ky ishte episodi për sot. Flori vazhdon udhtimin e tij me kaleron sonde, ndërsa ne vazhdojmë shihemi në episodet e radhës. Shpresoj t'ju kenë pëlqyer të gjitha. Ju puth. Ciao, shihemi.